Dhe ne sot, miq të dashur, do të flasim për një sëmundje që nuk shihet, por ndihet, por ndjehet në çdo hap. Për një sëmundje që nuk lë shenja në trup, por na lën plagë të thella në shpirt. Për një gjendje që ndoshta nuk rrezon njeriu fizikisht, por e thyem për brenda dal nga dal dhe çdo ditë. Dhe kjo sëmundje quhet ankthi i përditshëm. Në rrugë të shohim fytyrat e njerëzve të stresuar, në trafik qytetarë të nervozuar, shoferë të nervozuar, në market dikush i numëron parat dhe lutet që t'i dalin të gjitha për të bërë pazar. E kupton sepse është në stres, në tension. Në shtëpi, te prindërit që nuk flen natën nga streset, te fëmijët që bëhen të rritur para kohe, në punë, te ata që jetojnë me frikën se mos humbin vendin e punës. E kemi ankthin edhe në shkolla që të rinjt që shohin të ardhmen se si mjegull, e kupton? Jo se si shpresë, po si mjegull e shohin. Pra ankthi sot është bërë, miq dashur, është bërë më i zakonshëm se buka e gojës. Është mëse vërtet dritrohesh. Dhe më e trisht është se shumë njerëz e mbajnë brenda vetes, sepse kanë frikë të flasin. Frikë të duken të dobët, frikë të mos paragjykohen, frikë se do të thonë mos e egzagjero, të gjitha kemi halle. Por, ç'është kjo që po ndjejmë të gjithë? Pse jemi lodhur kaq shumë? Pse jemi bërë një shoqëri që jeton me nxitim, me pasiguri, me peshën e të pabërave? Pse jemi bërë njerëz që e duan jetën, por kanë harruar se si të jetojnë? Pra miq dashur, sot në këtë temë do duam t'i japim një zë pikërisht atyre ndjenjave, Valdeta, të heshtura. Të heshtura, të mundojmë të tregojmë se ankthi, për shembull, nuk është një dobësi, por është një alarm i brendshëm që thot, hey, ndalo pak, merr frym, mos harro se të ka marrë malli për veten. Është shumë normale. Po, të ka marrë malli. Puno me veten. Po. Pra miq dashur, temën e ditës së sotme e kemi ankthi i përditshëm, ose ankthi, sëmundja e padukshme e shoqërisë sonë që e kemi gjithandej. Edhe kohëve të fundit do doja që të na shkruajnë këta në lidhje me të na shkruajnë në numrin e telefonit që është në ekranin. Vërtet më thuaj, se nuk ka njeri që nuk ka, edhe në profesionin ton ti. Jo në profesion, në përgjithësi, në përditshmëri, por ankthin është një temë që vërtet duhet folur hapur, të diskutojmë, se jemi në një shoqëri që kemi një mentalitet të tillë, po që se vërejmë ose dikush na qan hallet, që jemi të afërt të hez, po se ti nuk ke aq hallet e mia janë më të mëdha se ti. Mirë, po për brenda nuk e dim se brenda në shpirtin e tyre se çfarë ka. Ka njerëz që me vite jetojnë në ankth dhe nuk e shprehin, dhe ato përfundojnë në sëmundje shumë të rënda mendore, dritro. Ne si aktor, se e kemi atë dhunti, kemi luajtur edhe role të tilla të cilët jemi futur pak edhe në psikologji, psikopatologji, që kemi qenë edhe në semestra në për spitale të ndryshme psikiatrike. Mirë, po kjo mendojmë se në qoftë se ballafaqohemi me këto simptome, se do të na përgojojnë, do të na largojnë nga shoqëria, do ta humbim punën, dhe unë nuk jam ballafaquar, ndoshta të gjithë kemi nga një sasi, atë nuk mund ta kontrollojmë. Është shumë normal se jetojmë në një jetë shumë dinamike dhe në një jetë me strese plot, një jetë ku sinqeriteti më nuk është, do me thënë, ka plonë dyftërsia. Do të thuhet që ka vdekur sinqeriteti. Ka vdekur sinqeriteti, ka vdekur besnikëria, dhe gjithçka që perceptojmë, do me thënë, e marrim për brenda atë mesazh prej secilit, dhe më pas ai disi murohet brenda, ai kur murohet, stresohet, dhe disa janë më të tërhekur, mirë, po disa të tjerë janë edhe ato që arroganti thonë, shfaqin arrogancë, po nëpërmjet, mirë, po prap nuk e tolerojnë që të dallohen në shoqëri. Dhe do thuhet që din ta përbin. Është më së miri për të gjithë të cilët ballafaqohen, është shumë mirë me një shoqë ose shok ose një të afërm. Hapi i parë është që të bisedohet në lidhje me këtë temë, se ne shohim se nuk është vetëm me moshën e rritur, ka edhe të mitur. Mirë, po pse arriti deri te kjo?
ne e dim shumë me modernizimin, me teknologjinë e re, dinamizmi, teknologjia e re, këto internete, këto edhe fëmijët, disa këto janë robotë. Pra pikërisht